Mirëmbrëma, po fillojmë lajmet orës 23 në televizionin publik të Kosovës. Kosova po përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani në bordin e paqes që po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa të drejtë fjale ishte presidentja Osmani, por megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump e lavdëroi presidenten Osmani për punën e bërë. Kryeministri shqiptar Edi Rama tha se disa shtete demokratike duhet të ndihen të turpruara për financimin e gjykatës speciale, duke shtuar se kjo gjykat po e deformon drejtësinë ndërkombëtare. Pas këtij takimi, presidentja Osmani ka falendëruar presidentin Trump, derisa ka thënë se Kosova sot ndjeu peshën e garancisë amerikane. Në mesin e mbi 45 shteteve pjesëmarrëse në takimin e parë të bordit të paqes, presidenti amerikan Donald Trump i tha presidentës Vjosa Osmani ta thëras atë në rast se nuk po ja dalin, referue raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Për shembull, Kosova dhe Serbia, unë e bëra atë, ju lutëm a mund të ngrijeni pak. Pra Kosova dhe Serbia, ju po shkoni mirë tani, por nëse keni probleme, më thërrisni dhe ne do ta zgjidhim. Trump po ashtu lavdëroi Osmanin siç tha për punën e shkëlqyeshme që po bën ajo. Osmani nuk e mori fjalën, por kryeministri shqiptar Edi Rama kërkoi nga SBA-ja të bëjë diçka për të akuzuarit që po gjykohen për krime lufte në Hag. Rama, duke përmendur ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, tha se shumë shtete financuese duhet të ndjehen të turpëruara nga ky deformim i drejtësisë ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës në atë kohë ishte penguar nga rruga e tij drejt Shtetit Bashkuara për të nënshkruar në praninë e presidentit Trump këtë marrëveshje, dhe kjo ishte vepër e të njëjtit prokuror Sicario që kishte ndjekur presidentin Trump vet, duke fituar në famë botërore. Sot ish presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vjet në paraburgim në gjykatën speciale në Hag, sponsorizuar nga disa shtete demokratike, disa për cilëve janë edhe këtu e që duhet të turpërohen nga ky deformim i drejtësisë ndërkombëtare. Vetëm këtë javë, një prokuror tjetër i financuar nga ky vend i madh ka kërkuar 45 vjet dënimburgimi për të, kërkesë që tronditi e turpëroi shumë shtete. Në këtë moment, pak muaj në ndaj nga Kosova është në mesin e 5 shteteve të para që janë zotuar për dërgimin e trupave paqëruajtëse në kuadër të një force të përbashkët ndërkombëtare për siguri në Gaz. Rindërtimi i Gazës pritet të kushtoj $70 miliard sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara, Bankës Botërore dhe Bashkimit Evropian pas më shumë se 2 vitesh luftë. Presidenti amerikan Donald Trump ka udhëhequr mbledhjen e parë inauguruese të bordit të paqes, ku po marrin pjesë Kosova dhe Shqipëria. Duke falendëruar antarët për kontributet e ndryshme, Trump ka njoftuar se menjëherë janë zotuar disa miliarda dollar për Gazën. Presidenti Donald Trump ka njoftuar se $7 miliard donacion janë ofruar për fondin e rindërtimit të Gazës, që synon të rindërtojë enklavën sapo Hamasi të çarmatoset. Në një mori njoftimesh në fund të një fjalimi të gjatë, Trump tha se Shtetet e Bashkuara do të japin një kontribut prej $10 miliard për bordin e paqes. Ai tha se vendet kontribuese kishin mbledhur $7 miliard si një pagesë fillestare për rindërtimin e Gazës. Trump propozoi për herë të parë bordin në shtatorin e kaluar, kur shpalosi planin e tij për t'i dhënë fund luftës së Izraelit në Gaza. Më vonë e bëri të qartë se kompetencat e bordit do të zgjeroheshin përtej Gazës për të trajtuar konflikte të tjera në mbar botën. Trump gjithashtu njoftoi se FIFA pritet të mbledhë $75 milion për projekte të lidhura me futbollin në Gaza dhe se Kombet e Bashkuara do të kontribuojnë $2 miliard për ndihmë humanitare. Krahas shteteve që janë zotuar për ndihmë financiare, të tjera si Kosova dhe Shqipëria kanë ofruar trupa ushtarake për forcën stabilizuese të Gazës, e cila do të garantoj paqen. Çarmatimi i militantëve të Hamasit dhe tërheqja shoqëruese e trupave izraelite, mallësia e fondit të rindërtimit dhe rrjedha e ndihmës humanitare për popullsinë e Gazës së shkatruar nga lufta janë ndër pyetjet kryesore që ka të ngjarë të testojnë efektivitetin e bordit në javët dhe muajt në vijim. Bordi i
paqes përfshin përfaqësues të Izraelit, por jo palestinez, dhe sugjerimi i Trump se bordi mund të adresojë përfundimisht sfidat përtej Gazës ka ngjallur një frikë se kjo mund të minojë rolin e OKB-s si platforma kryesore për diplomacinë globale dhe zgjidhjen e konflikteve, por Trump, duke u përpjekur të qetësonte kritikët e tij, tha se ne do të forcojmë Kombet e Bashkuara. E ngarkuara me punë në ambasadën e SBA-s Anu Pratipati është takuar me kryeministrin Albin Kurti. Në njoftimin e ambasadës së SBA-s thuhet se raportet SBA Kosovë kanë potencial për zgjerim të tregtisë dhe investimeve dhe se SBA-ja pret me padurim angazhim konstruktiv për të çuar përpara prioritetet e përbashkëta të paqes dhe stabilitetit rajonal. Një ditë pas fjalës përfundimtare të krerëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës para dhomave të specializuara në Hag, ka reaguar Partia Demokratike e Kosovës, e cila beson në pafajësinë dhe lirinë e qeverimtarëve, derisa pret vendim të drejtë dhe të pandikuar. Në njoftimin e PDK-s, thuhet se paraqitja e fjalëve përfundimtare drejtuesve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, ishte dinitoze dhe mbështetur në të vërtetën e luftës së popullit të Kosovës për liri. Ata folën me përgjegjësi, me respekt për procesin dhe me besim në drejtësi, duke dëshmuar se përballja me drejtësinë nuk është shmangje nga historia, por pjesë e saj, thuhet në njoftimin e PDK-s. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar edhe të njëjtën seanca gjyqësore ndaj të akuzuarve për sulmin terrorist në Banjsk, Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović. Prokurori Naim Abazi ka kërkuar që si prova materiale të përfshihen të dhënat e pranuara nga Google dhe Meta, për të cilat thotë se janë dorëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek autoritetet e Kosovës. Ai ka thënë se raportet janë nxjerrë nga deshifrimi i telefonit të akuzuarit Dušan Maksimović, derisa përmbajnë të dhëna të natyrës teknike që lidhen me llogarit elektronike të tij. Edhe avokati i palës së dëmtuar Naim Rudari ka mbështetur të gjitha propozimet e prokurorisë për prova materiale derisa ka plotësuar kërkesën e prokurorisë me disa prova shtesë, ndërsa avokati të akuzuarit Blagoje Spasojević e ka kundërshtuar propozimin e këtyre provave. Seanca e radhës për sulmin terrorist në Banjsk do të vazhdojë nesër. Ndërkohë, gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor Endrit Nikën për veprën penale vrasje e rënd dhe ka dënuar me 18 vjet burg për vdekjen e të dashurës së tij, Maria Clara, shtetase argjentinase. Sipas aktakuzës, ngjarja kishte ndodhur më 1 gusht 2023 në një hotel në Fushkosov, ku pas një konflikti mes çiftit, viktima kishte rënë nga kati i 6 dhe më pas kishte ndruar jetë në qendrën klinike universitare të Kosovës si pasojë e plagëve të marra. Buxheti i komunës së Prishtinës dhe ai i Shtimës do të përfshihen në projekt buxhetin e këtij viti. Kështu vendosi Komisioni për Buxhet, i cili gjatë ditës shqyrtoi kërkesat e institucioneve publike për ndarjet buxhetore. Por Komisioni nuk e miratoi amendamentin e deputetës së PDK-s Ariana Musliu Shoshi për ndarje shtesë të buxhetit për Radio-Televizionin e Kosovës. Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere ka shqyrtuar kërkesat e institucioneve publike për buxhet shtesë për vitin 2026. Gjatë mbledhjes nuk u miratua amandamenti i deputetës së PDK-s Ariana Musliu Shoshi për të ndarë buxhet shtesë për Radio-Televizionin e Kosovës. Ndërkaq u miratua rekomandimi që buxheti i komunës së Prishtinës dhe Shtimës të përfshihen në projekt buxhet. Ligjit të buxhetit, tabela e zubin për tokët. Por sa i përket Prishtinës, komunës së Prishtinës dhe komunës së Shtimës, këto komuna tashmë kanë përmbushur të gjitha detyrimet dhe janë të gatshme që të përfshihen. Prandaj rekomandimi i Ministrisë Financave do të ishte që Komisioni pra të propozoj si amandament tek pjesa tabelare, pra përditësimin e tabelave të këtyre dy komunave, ashtu siç janë miratuar në kuvendet komunale dhe janë dorëzuar tek Ministria e Financave. Komisioni nuk miratoi as kërkesën e Kuvendit të Kosovës për buxhet shtesë e 10 amandamente të deputetëve. Kemi kërkuar
të programi për deputetet 361.746 euro shtesë. Siç e dini të nderuar deputet, kemi 2 legislatura aktive, legislaturën e 8 dhe legislaturën e 9, ku kemi deputet të cilët janë duke morrë në pajtim me ligjin, janë duke morrë fogën kalimtare. Rapor, kryetar, dhe ti duket ke qenë, domethënë, këtë komision kur nuk është aprovu kërkesa administratës dhe realisht kërkesa e grupeve parlamentare, se nuk është vetëm administratës, se ju ne shërbim të deputetëve. Dhe unë më shumë vlerësoj që na do të mirujt edhe pavarësinë e kuvendit Kosovës. Se ka një zgjidhje, domethënë ta gjejnë përbashkët ata kalojnë. Unë jam i gatshëm për ka pas një rezervë. Kemi të bëjmë më tepër me ndoshta nevojë për mirë alokim të resurseve ekzistuese, sesa që ka mungesa reale apo mungesë të buxhetit. Gjatë mbledhjes, zyra ligjore kërkoi që në buxhetin e këtij viti të përfshihet edhe pagesa retroaktive për shtesën për përvojë në punë për zyrtarët publik, por as kjo nuk kaloi. Instituti i Kosovës për Drejtësi u drejtua kryesisë së kuvendit dhe shefave të grupeve parlamentare me kërkesën për debat parlamentar lidhur me mosbatimin e legjislacionit pozitiv për realizimin e të drejtës në pensionin e moshës, krahas pensionit dhe benefiteve të përcaktuara me ligjin për kategoritë e dala nga lufta, si dhe miratimin e një rezolute që do të obligoj Ministrinë e Financave për përfitimin e pensioneve të dyfishta për këtë kategori. Ata thanë se kjo prek drejt për drejt veteranët dhe invalidët e luftës, familjet e dëshmorëve dhe përfituesit e tjerë të kategorive të luftës që arrin moshën e pensionit. Komisioni për mbikëqyrjen e financave nuk e ka miratuar kërkesën e zyres kombëtare të auditimit për ndarjen e buxhetit shtesë për mbi 654.000 euro. Nga zyra auditorit thonë se u duhet staf shtesë për t'i audituar fondet e Bashkimit Evropian, teksa deputetë të shumicës u shprehen se kërkesa mund të përfshihet në buxhet në rishikimin që do t'i bëhet muajin e ardhshëm. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.